Jena këtu me një hoxh nga Shkupi, i cili është në shtret Ramadani, rastisht në sheshin e Prishtinës. Dhe çfarë do të na thotë Zoti Ramadani për shumë gjana rreth fesë, rreth Ramazanit edhe shumë gjana tjera. Mos të ndroni, hajde, përshëndetje. Përshëndetje. Si e nderuar Zoti Ramadani? Mirë, faleminderit. Tash jena në prag pothuajse të festës Ramazanit. Po. Çfarë duhet bëjnë, janë përgatitur muslimanët për festën e Ramazanit? Normalisht se muslimanët çdo herë Ramazanin e presin sikur një sezon shumë i rëndësishëm edhe i madh për ata, për arsye se në aspektin shpirtëror ata i drejtohen Zotit në Ramazan, meqense Ramazani i ofron ka ofertat e veta shumë të mëdha, ofertën e faljes. Qëllimi kryesor i çdo besimtari është që të futet në Ramazan që Zoti ta falë nga gjitha ato mëkatet të cilit i ka bërë brenda vitit. Ramazani është, domethënë, ashtu siç e potencova, një sezon shumë i rëndësishëm ku besimtari duhet më tepër të përkushtohet ndaj Zotit, më tepër duhet të jetë i kujdesshëm edhe në raport me njerëzit, domethënë me shtresën e varfërt njerëzve të ndihmon, solidarizohet me të tjerët, që ndihmon skamnorëve, shtron sofrën e iftarit, fton më tepër mysafir, ti forcon lidhjet familjare dhe farefisnore. Këto janë shumë moment i mirë është Ramazani që besimtari ta përsërit dhe ta ripërtrin besimin e tij, edhe ti shikon gjërat e munguara gjatë vitit që i ka pas, prej gjërave të mira që në Ramazan të mundohet ato të shton edhe më tepër, edhe të shfrytëzon maksimum Ramazanin, ta shfrytëzon si një shans dhe ofertë e madhe që Zoti ta fal edhe ta përmirëson, edhe ta vetëdijson. Është muaji i vetëdijsimit ku besimtari duhet vetëdijsohet për çdo gabim eventual që e ka bërë gjatë vitit. Kur jena këtu tek Ramazani, te feja, tek muslimant, çfarë mendimi ke, s'muj pa ta bo pyetjen, kërkoj falje, po çfarë mendimi ke për këto persona që pe braktisin në Islamin, edhe po shkojnë me nikat tjetër, një herë thanë po shkojnë me nikat ndryshe, jena pa ato, tash po thonë që jena të shku tek besimi katolik. Çfarë mendimi ke për ta? Nuk kisha dashur të flas për arsye për njerëz të caktuar, edhe të them drejtën nuk i përcjell atë shumë, se Islami është, sipas statistikave botërore, është feja më e përhapur me të madhe, domethënë, që përhapet feja islame. Zoti e ka garantuar këtë fe, ai i cili don le të qëndron, nuk mund me fuqi me i mbajt njerëzit, ai i cili don është i lirë që ta braktisë Islamin. Është një ajet kuranor që Zoti thotë në Kur'an: "Wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Ai i cili don le të besojë, ai i cili don me mohu, le të mohon. Ky populli shqiptar në përgjithësi, edhe këtu në Kosovë, po edhe në trevat shqiptare, me shekuj e kanë praktiku fen islame, dhe feja islame ka qenë ajo që e ka mbajtë të unifikuar edhe kombin ton shqiptar, dhe për këtë arsye mendoj se gjitha këto lëvizje kështu me pompozitet madh që mundohen me i dhanë, mendoj se nuk do të ketë jehon edhe aq të madhe, efektet do të jenë që në fillim të dështuara. Domethënë njerëzit të cilët mundohen të atakojnë edhe të shajnë, edhe domethënë të hodhin vrerë për mbi Islamin, kjo nuk është e pranuar. Për shkak se Zoti e ka garantuar dhe e ka përmendur në Kur'an, ata mundohen që me gjuhët e tyre që shpifin ndaj Islamit, ta shuajnë dritën dhe ta fikin dritën e Islamit, por Zoti e ka garantuar atë. Mendoj se ne më tepër duhet përqendrohemi gjitha xhamit i kemi, gjitha imamat dhe që janë, domethënë, edhe këtu në Kosovë, po edhe çdo vend tjetër, janë të kualifikuar, janë të vetëdijshëm mesazhin që e përçojnë. Ne e përçojmë tolerancën, edhe toleranca sikurse në vendet e Ballkanit që është diversiteti fetar, nuk besoj që dikund në botë ekziston. Domethënë, ne për këtë arsye mendoj që duhet të marrim edhe çmime të ndryshme nga e gjithë bota. Jemi shembull për tolerancë, sidomos tolerancën ndërfetare. Nuk kemi pas probleme. Ata që dëshirojnë sigurisht janë njerëz të cilët janë të infiltruar në
vende të ndryshme të cilët dëshirojnë ta destabilizojnë këtë shoqëri edhe të sjellin vetëm keq. Po Zoti na ruaj, unë nuk do të më. Ka lindi kjo, ka u bë kjo, sepse po kjo është diçka po është planifikuar apo është e rastishme kjo, sepse ka ndodhur diçka që ky bashkangjiten shumë njerëz. Kanë bërë tash një grup shumë të madh. Nuk kisha thonë shumë njerëz, unë nuk i shoh, nuk i ndëgjoj. Atë sa i përdori këto rrjetet sociale, nuk shoh që po flas më tepër për Maqedoni, po edhe këtu në Kosovë nuk besoj janë njerëz që mund t'i numërosh me gishta edhe nëse i shikojmë ata. Po thonë që kena më shku mu vorros me muzike, me drejta atyre, si dojnë le të vorroset. Ne dim që besimtari dhe muslimanët i kemi traditat tona, ne respektojmë edhe të vdekurin. A kena milon më vorros në vorret muslimanëve, nëse ato nuk janë muslimanë. Ato nëse heqin dorë nga Islami, atëherë normalisht që duhet t'i pas vorret e veta. Duhet t'i kenë vorret e veta, po. Do të thonë nuk kanë më vorros ku i kanë vorros deri sot familjarët e tyre. Po ata edhe vetë kanë shpreh. Ato vetë kanë shpreh që nuk dojnë hoxha me ju ardhë me i vorros tash. Po se vorret tona janë të hoxhës, janë muslimanëve. Shiko, nuk kisha dash tash në prag të Ramazanit të merremi me to, duhet të merremi ta ruajmë atë aromën e Ramazanit, të futemi në Ramazan më të unifikuar edhe më tepër të përkushtohemi të ndihmohemi njëri tjetrin e jo të futim domethënë ngrinjen popull. Mendoj që kjo është mesazhi kryesor. Raporti mes kishës dhe xhamisë, çysh është duke qëndruar? Shumë mirë është, nuk shoh që ka ndonjë problem. Domethënë është mirë. Mirë është, po. Muslimanët janë mirë. Mirë. Atëherë mesazhi për muajin e shenjtë Ramazanit. Mesazhi im do të ishte më tepër njerëzit ta agjerojnë Ramazanin, mos të heqin dorë, është klima e mirë, momenti i mirë, të frekuentojnë më tepër xhamit, të jenë të rregullt në xhamit, dëgjojnë ligjërata, se nëse dëshirojmë që ta ruajmë fetarin ton, ta ruajmë atë njerëzillëkun ton, është mirë që t'ju referohemi hoxhallarëve dhe ligjëratave të tyre. Kjo do të ishte besoj një këshill e mirë. Gjithë ata të cilët janë të hidhruar, që nuk flasin njëri me tjetrin, sidomos Zoti na ruajt ata që janë edhe familjar, i këshilloj që tani para se të futemi në Ramazan të ashtrinë dorën e pajtimit edhe të pajtohen njëri me tjetrin, me qëllim që në Ramazan Zoti t'i falë dhe t'i mëshiron. Ne dëshirojmë prej Zotit faljen, ndërsa nuk kemi në gjendje ta falim njëri tjetrin, kjo nuk është në rregull. Domethënë duhet të i kalojmë ato edhe nëse ka ndonjë mosmarrveshje, ndonjë zënk, duhet që të i kalojmë për hir të festave kur i kemi, sidomos tani që do të futemi në Ramazan. Po duhet ta bëj edhe një pyetje, edhe pse thash të fundit, po bashkë që kjo po më intereson. Më ke përcjell mua si kushtrim edhe si Kosova Info në portalet? Po, portalin. Apo vaj gjëna? Portalin e juve e kam përcjell. Juve personalisht nuk më kujtoheni, mirë po tash duhet të ruheni më tepër se çka promovoni. Unë tham pozitivitet, unë keshi me gjithë njerëzit. Unë s'du politikë, s'du dhunë, s'du ndarje, s'du kurrë, vetëm politikë, vetëm pozitivitet edhe buzëqeshje. Mirë është kjo, ju jeni zëri i popullit, jeni pasqyra e popullit, për atë arsye duhet keni kujdes se çka promovoni, gjërat të cilat janë destruktive nuk duhet shumë që ti shpërfaqni si vlera, që ti ofroni si vlera, ato gjërat e këqija duhet të luftohen me mjete, me mjete ashtu si ka nevojë, domethënë, jo me dhunë njerëzve, por me sjellje të mira. Besoj që kjo është edhe ju dëshiroj suksese juve dhe gjithë stafit. Faleminderit që ishe pjesë e Kosova Infos. Faleminderit.